Qindra punëtorë protestuan rrugëve të Shkupit, kërkojnë rritjen e pagës minimale në 600 euro. Nëse nuk u plotësohet kërkesa, do të bajnë grevë. Konferencën ndërkombëtare kushtuar zgjidhjeve institucionale pas zjarrit në Koçan, kryeministri Mickoski tha se tragjedia duhet të shndrohet në mësim. Do të ndryshohen 8 ligje për mbrojtjen më të fortë nga dhuna në familje. Grupi i punës mbajti takimin e parë. Qeveria e Kosovës ka planuar të lëshojë leje të përkohshme qëndrimi për pjesëtarët e komunitetit serb që nuk kanë dokumentet Kosovës. Të nderuar shikues, përshëndetje. Qindra punëtorë dhe qytetarë protestuan sot në Shkup duke kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe rritje lineare të pagave të tjera për të paktën 100 euro. Protesta organizuar nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë dhe nisi para selisë së sindikatës duke vazhduar me marsh drejt kuvendit, odës ekonomike dhe qeverisë. Kryetari i sindikatës Slobodan Trendafilov tha se rritja e pagave është kompenzimi merituar për punëtorët përballë rritjes së çmimeve. Ai theksoi se pavarësisht presioneve dhe kërcënimeve, punëtorët dolen në protest për të kërkuar të drejtat e tyre. Sindikatët paralajmërojnë se do të vazhdojnë protestat derisa të arrihet përmirësimi i standardit jetësor të punëtorëve. Sot rrugët e Shkupit u mbushën me zërin e punëtorëve dhe qytetarëve të cilët kërkojnë që paga minimale të rritet në 600 euro dhe rritje lineare të të gjitha pagave të tjera për të paktën 100 euro. Përderisa rritja e kostos së jetesës ushtron gjithnjë e më shumë presion mbi buxhetet familjare. Me pankarta në duar, muzikë dhe thirrje për drejtësi sociale, qindra protestues i u bashkuan protestës së organizuar nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë. Tubimi filloi para selisë së sindikatës, ku pas fjalimit të kryetarit të lidhjes së sindikatave, Slobodan Trendafilov, turma marshoi drejt institucioneve shtetërore për ta përcjellë mesazhin e tyre. Fillimisht tek Parlamenti i Maqedonisë së Veriut, më pas tek Oda Ekonomike, për ta përmbyllur protestën para qeverisë, ku sindikata planifikoi t'u drejtonte kërkesat e saj kryesore vendimmarrësve dhe punëdhënësve. Trendafilov, duke ju drejtuar të pranishmëve, tha se rritja e pagës minimale nuk është çështje vullneti të mirë, por kompenzimi i merituar për punën e punëtorëve, pasi që pagat nuk kanë ecur me ritmin e rritjes së çmimeve për një kohë të gjatë. Ndërkaq, punëtorët nga sektor të ndryshëm dhe nga disa qytete të vendit i u bashkuan protestës. Disa prej tyre, sipas Trendafilov, u ekspozuan ndaj presionit dhe kërcënimeve për të mos marrë pjesë në protestë, por prap vendosën të dalin dhe të mbështesin iniciativën sindikale. Pavarësisht gjitha kërcënimeve dhe presioneve, ju keni treguar se nuk keni frikë. Lufta sindikale për paga më të larta filloi në fund të janarit dhe do të vazhdojë derisa të sigurohet një standard më i lartë jetese për punëtorët. Përveç një pagë minimale prej 600 eurosh, LSM kërkon edhe një rritje të pagave të punëtorëve të tjerë me të paktën 6.000 denar. Ndërkaq, edhe të pranishmit të cilët e përkrahën fuqishëm këtë protest, pohojnë nëse nuk do të ndalojnë së kërkuari atë që ju takon dhe se nuk do të lëshojnë pej deri në fund. Ata thonë se janë prezent aty për të gjitha punët e papaguara në të kaluarën, posaçërisht të punësuarit në sektorin privat. Nuk dorëzohemi, nuk lëshojmë pe. Atë që kemi vendosur, atë që kemi synim, ajo që na takon është e jona, do ta marrim në një mënyrë ose tjetër. Mënyra në cilën do të vazhdojmë është kjo dhe nuk do të lëshojmë pe deri në fund. Këtu jemi për gjitha pagat e 13 të papaguara, për gjitha punët e papaguara në të kaluarën, për shtesat e pagave, kompenzimet e pagave, posaçërisht të punësuarit në sektorin privat, na kanë pirë gjakun me pambuk dhe gjithçka ju duket pak. Do të vazhdojmë edhe shumë herë para odës ekonomike, qeverisë, kuvendit, derisa të arrijmë qëllimin tonë.
Sipas sindikatës, rritja e vazhdueshme e çmimeve të ushqimit, energjisë dhe produkteve bazë po e rëndon seriozisht buxhetin e brendshëm të qytetarëve. Prandaj është e domosdoshme një rritje më e madhe e pagave, ku me marshimin nëpër institucione, sindikata dërguan një mesazh se as ekonomia dhe as shteti nuk mund të funksionojnë pa punën e punëtorëve. Sipas tyre, përmirësimi i standardit të punës nuk është vetëm një çështje sindikale, por edhe një parakusht kyç për një shoqëri të qëndrueshme. VMRO, DPMNE-ja dhe LSDM-ja janë përplasur rreth protestës së sindikateve për pagë më të lartë. VMRO, DPMNE-ja akuzon se pas protestës qëndron LSDM-ja, ndërsa kjo e fundit vlerëson se protesta e punëtorëve nuk është politike, por luftë për dinjitet, për pagë të drejtë dhe për një jetë më të mirë. Protesta e sotme organizuar nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka nxitur përplasje të forta politike mes partive kryesore në vend. Nga VMRO DPMNE akuzojnë se protesta është e organizuar nga LSDM, ndërsa nga LSDM thonë se bëhet fjalë për një protestë legjitime të punëtorëve për paga më të larta dhe jetë më dinjitoze. Deputeti VMRO DPMNE Zbrane Petrushevski deklaroi se pas organizimit të protestës qëndrojnë persona të lidhur me LSDM, të cilët sipas tij kanë mobilizuar punëtorët nga disa qytete të vendit për të marrë pjesë në protestë në Shkup. За денешните протести, јавноста јасно виде. Pas protestave të sotme, publiku e pa qartë se në vend lidhjes së sindikatave qëndron LSDM-ja. Njerëz të tyre kanë organizuar punëtor nga disa qytete që të vinë sot në Shkup. Ky nuk është aktivitet sindikal, por mashtrim politik. Ndërkaq nga LSDM theksojnë se protesta është e drejtë e punëtorëve dhe se kërkesat për paga më të larta janë legjitime. Sipas tyre, punëtorët po kërkojnë një pagë prej 600 eurosh dhe kushte më të mira jetese. Protesta e punëtorëve nuk është politik, por luftë për dinjitet, për pagë të drejtë dhe për një jetë më të mirë për çdo familje. Punëtorët kanë të drejtë ta ngrenë zërin dhe të kërkojnë atë që u takon. Nga LSDM shtojnë se gjatë kohës kur ishin në pushtet pagat janë rritur ndjeshëm, ndërsa tani kërkojnë që qeveria të pranojë propozimin për pagë minimale prej 600 eurosh. Ndërkohë, lidhja e sindikatave të Maqedonisë vazhdon të kërkojë rritje të pagave dhe përmirësim të standardit të jetesës për punëtorët në vend. Me rastin e shënimit të një vetorit nga tragjedia në Koçan, filloi sot konferenca ndërkombëtare kushtuar zgjidhjeve institucionale dhe klinike pas zjarrit në Koçan. Kryeministri Mickoski në fjalimin e tij tha se kjo konferencë është një përpjekje që tragjedia të shndrohet në njohuri, përvoja të shndrohet në mësim dhe mësimi në zgjidhje konkrete. Ndërkaq që ministri i Shëndetësisë Azir Aliu theksoi nevojën e ndërtimit të një sistemi shëndetësor që do të reagonte në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase në raste të tragjedive. Kryeministri Rizjan Mickoski ka hapur sot konferencën ndërkombëtare aspektit institucionale dhe klinike dhe zgjidhjet pas zjarrit në Koçan, një vit më pas, duke shënuar një vjetorin e tragjedisë. Mickoski në fjalimin e tij tha se zjarri në Koçan nuk ishte tragjedi vetëm me një qyteti, por tragjedi që e tronditi gjithë shtetin dhe që do të mbetet përgjithmonë në kujtesën kolektive të shoqërisë sonë. Ai tha se detyrimi i shtetit nuk është vetëm të kujtojë, por edhe të dëshmoj se ditë të mësoj nga tragjedit dhe të ndërtoj një sistem që do të jetë më i fortë, më i sigurt dhe më human. Sot jemi mbledhur këtu me një ndjesi të respektit të thellë, por edhe ndjesi të thellë të empatisë. Respekt për ata që humbën jetën, respekt për familjet që mbajnë dhimbjen e humbjes, respekt për të lënduarit që tashmë një vit po zhvillon një betejë të heshtur dhe të guximshme për shërim. Por njëkohësisht, sot jemi mbledhur edhe me ndjesinë e përgjegjësisë. Përgjegjësi të mësojmë dhe përgjegjësi të krijojmë sisteme që do të jenë më të afërta se gabimet që çojnë në tragjedi. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Azir Aliu nënvizoi se detyrimi më i madh ndaj viktimave dhe të lënduarve është të vazhdohet ndërtimi i një sistemi që mbron, reagon në kohë dhe siguron nivelin më të lartë të kujdesit për çdo qytetar, ndërsa kjo konferencë sipas tij është një hap drejt një sistemi shëndetësor edhe më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Денес сме овде и со обврска. Përvoja nga Koçani njëkohësisht hapi edhe nevojën për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të ekipeve tona mjekësore. Përmes bashkëpunimit, shkëmbimit përvojave dhe trajnimeve jashtë vendit, duhet të vazhdojmë të forcojmë njohuritë dhe gatishmërinë për trajtimin e djegjeve të rënda, aksidenteve masive dhe rehabilitimit afatgjatë.
Zjarri në Koçan shpërtheu në orat e para të 16 marsit të vitit 2025, si pasojë të cilit humbën jetën 63 persona dhe rreth 200 të tjerë u lënduan. Në lëndën gjyqësore për këtë rast të dyshuar janë 37 persona, nga të cilët 34 individ dhe 3 persona juridik. Në mesin e personave që po hetohen për përgjegjësi janë pronar baresh, menaxher, inspektor, roje sigurie në punës civil dhe ish kryetar komune. Institucionet në vend po përgatisin ndryshime urgjente ligjore për të përforcuar mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë u mbajt takimi i parë i grupit të punës që do të analizojë legjislacionin dhe do të propozojë ndryshime në 8 ligje. Institucionet në vend po përgatisin ndryshime urgjente ligjore për të përforcuar mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Për këtë qëllim, pritet të ndryshojnë gjithsej 8 ligje që lidhen me parandalimin e dhunës dhe mbrojtjen e viktimave. Në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rive, u mbajt takimi i parë i grupit punës që do të analizojë legjislacionin aktual dhe do të propozojë përmirësime. Nga Ministria informuan se grupi i punës do të punojë për ndryshime dhe plotësime në disa ligje, si ligji për autorizimet policore, ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje, ligji për mbrojtje sociale, ligji për drejtësinë për fëmijët, ligji për ndihmë juridike falas, ligji për procedurë penale, ligji për procedurë civile dhe ligji për pagesën e kompensimit monetar për viktimat e veprave penale me dhunë. Qëllimi është të përmirësohet zbatimi praktik i ligjeve dhe të forcohen mekanizmat për parandalimin e dhunës dhe mbrojtjen e viktimave. Në takimin e punës morën pjesë zëvendës Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rive, Gjoko Velkovski, dhe Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, ndërsa pjesë e grupit janë edhe përfaqësues të nga disa institucione, organizata civile, gjykata, prokuroria dhe komuniteti akademik. Në takim u konkludua që çdo institucion deri në mbledhjen e radhës të dorëzojë propozimet konkrete për ndryshimet ligjore, si dhe ndryshime në aktet nënligjore, rregulloret dhe protokollet në përputhje me nevojat e konstatuara. Takimi u mbajt pas vendimit të trupit kombëtar koordinues për zbatimin e konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Presidenti Gordana Siljanovska-Tavkova pritin takim ambasadorët austriak nga Europa Juglindore, të cilët po marrin pjesë në një konferencë renale të organizuar nga ambasada e Austrisë në vend. Presidenti theksoi se vizita e tyre tregon për diplomaci aktive dhe bashkëpunim të mirë në rajon. Duke folur për procesin eurointegrues të vendit, Siljanovska-Tavkova tha se procesi antarësimit në BE duhet të bazohet në kriteret dhe në parimin e meritës, ndërsa çështjet dypalshe nuk duhet pengojnë rrugën europiane të vendeve kandidate. Ambasadorët austriakë shprehen mbështetje për integrimin evropian të Maqedonisë Veriut dhe theksuan se bashkëpunimi rajonal është i rëndësishëm për përparimin drejt Bashkimit Evropian. Një 15 vjeçar nga fshati Xhepçishti i Tetovës është arrestuar pasi dyshohet se ka kërcënuar se do të vendoste bomba dhe do të sulmonte një shkollë në të mesmen e Tetovë. Policia kreu bastisje në shtëpinë e familjes ku gjeti objekte dyshimta si armë dhe municion. Policia shton se prindi i fëmijës në fjalë armët i kishte me leje. Më 13.03.2026 rreth orës 13.55, policia e Tetovës, duke vepruar mbi bazën e një urdhër arresti gjyqësor, kreu kontroll në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të BM 44 nga fshati Xhepçisht. Gjatë kontrollit janë gjetur objekte të cilat dyshohet se lidhen me vepër penale. Gjatë bastisjeve të pranishëm ishin edhe përfaqësues të qendrës për punë sociale në Tetovë. Në lidhje me rastin është arrestuar djali i tij 15 vjeçar për shkak të dyshimeve se ka dërguar kërcënime për vendosjet eksplozivit dhe kryerje të sulmit në një shkollë të mesme në Tetovë, thonë nga Ministria e Brendshme. Kujtojmë se gjatë ditës së djeshme për rast të njëjtë policia privoi nga liria një 18 vjeçar nga rrethina e Tetovës.
Organizata kulturore humanitare Merhamet organizoi një iftar në ambientet e xhamisë Hajdar Kadi në manastir në një mbrëmje të mbushur me vëllazëri dhe mirësi. Besimtarët u mblodhen së bashku për të ndarë iftarin në një ambient të bukur dhe të organizuar me përkushtim, informuan nga Merhamet. Pranishëm në këtë iftar ishin edhe miftynisë manastirit Amit Rasimi. Merhamet falenderon imamin e xhamisë Xhavit Ramadan për mikpritjen dhe bashkëpunimin në realizimin e këtij organizimi. Vazhdo më tej me lajmet, qeveria e Kosovës ka pranuar të lëshojë lejet përkohshme qëndrimi për 12 muaj për pjesëtarët e komunitetit serb që nuk kanë dokumentet Kosovës dhe t'i njohë kartat e identitetit lëshuara nga autoritetet serbe. Hapa këto që i zbusin pasojat e zbatimit plot të ligjit për të huajt dhe për automjetet që hynë në fuqinë më 15 mars. Sipas legjislacionit në fjalë, personat që nuk janë të pajisur me dokumentet Kosovës do duhet marrin leje qëndrimi, ndërsa automjetet me targa të huaja nuk do të mund të qarkullojnë në rrugët e vendit për më shumë se 3 muaj ose në bazë të autorizimit. Masat e reja lehtësuese për pjesëtarët e komunitetit serb vijnë pas takimit kryeministit Albin Kurti që zhvilloi pra në Prishtinë me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, si dhe shefin e zyrës së BE-s në Kosovë Ajev Oraf. Oraf pohoi se gjatë javës së fundit kanë pasur diskutime intensive me Kurtin derisa u pajtuan për masat shtesë. Komisionerja e zgjerimit e Bashkimit Evropian Marta Kos po përballet me akuza të reja se ka bashkëpunuar me policinë sekrete jugoslave UDB-n në vitet 1980, pasi një antare e Parlamentit Evropian pretendon se ka prova të reja, raporton Politico. Akuzat të cilat u ngritën edhe gjatë seancës së konfirmimit komisionerës slovene në parlament në vitin 2024 dhe që Kosi mohoi atëherë, janë rikthyer sërish para zgjedhjeve të 22 marsit në Sloveni. Eurodeputetja slovene Romana Tomc, nënkryetare e Partisë së Qendrës së Djathtë, Partia Popullore Evropiane, grupi më i madh në parlament, ka thënë të njëjtën se i ka dërguar një letër Komisionit Evropian duke pretenduar se ka prova të reja se Kos ka bashkëpunuar me Agjencinë e Spionazhit të Jugosllavisë. Ajo ka kërkuar hetim. Kos nuk i ka komentuar akuzat e reja, por një zyrtar i Komisionit Evropian ka thënë se Kos ka kaluar procesin e gjerë dhe të plot verifikimit për të bërë komisionere, duke shtuar se Parlamenti miratoi emrimin e komisioneres Kos në të njëjtin proces si për gjithë 27 komisionerët. Lufta në lindjen e mesme mes SBA-s dhe Izraelit si dhe Iranit ka vazhduar për të 14 ditë me radhë. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ushtria amerikane ka goditur gjitha objektivat ushtarake iraniane në ishullin Kark, ishull nga ku Irani nis 90% e eksporteve të naftës. Pas sulmit, Irani u përgjigj duke goditur ambasadën amerikane në Irak. Forcat amerikane kanë shkatruar vendndodhjet ushtarake në ishullin Karg, një qendër kyçe për industrinë e naftës së Iranit, sipas presidentit Donald Trump. Kam hequr dorë nga shkatrimi i infrastrukturës së naftës për momentin, shkroi republikani Trump në platformën Truth Social. Në të njëjtën kohë, Trump paralajmëroi se nëse Irani ose dikush tjetër përpiqet të bllokojë transportin detar përmes ngushticës së Hormuzit, ai do ta rishqyrtojë menjëherë vendimin. Trafiku përmes ngushticës, thelbësore për eksportet globale të naftës, është ndalur praktikisht nga bllokada iraniane gjatë luftës. Ndërkohë, pas sulmit në ishullin Karg, Irani u përgjigj duke goditur ambasadën amerikane në Irak, ku nuk raportohet se ka të lënduar. Në tjera, CNN raportoi ditën e djeshme se Teherani po shqyrton mundësinë e lejimit të kalimit të anijeve të naftës në ngushticën e Hormuzit, por me kushtin që ngarkesat të tregtohen në juan kines. Presidenti amerikan Donald Trump tha të premten në mbrëmje se Irani është plotësisht i mposhtur dhe po lutet për një marrëveshje, por ai
ai nuk e dëshiron një të tillë, 2 javë pasi shpërtheu lufta që i vuri flakën lindjes së mesme. Ushtria iraniane ka njoftuar se do të shkatërrojë gjitha objektet e naftës, financiare dhe energjetike të lidhura me SHPA-n në lindjen e mesme, në përgjigje të kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump kundër infrastrukturës së naftës së Iranit. Prodhuesi turk i dronëve Baykar prezantoi sot një mjet të ri ajror pa pilot kamikaz K2. Kompania tha se K2 është i aftë për fluturim autonom në tuf dhe përdor vizion të inteligjencës artificiale për navigim, identifikim objektivash dhe angazhim. E ka një rrezë veprimi mbi 2000 km, mban një kokë luftarake prej 200 kg dhe ka një peshë maksimale ngritjeje prej 800 kg. Droni mund të ngrihet nga pista të shkurtra ose të papërgatitura dhe është projektuar të ripërdoret për disa dislokime. Baykar është një nga prodhuesit kryesor të dronëve në Turqi dhe ka eksportuar mjete ajrore pa pilot në shumë vende. Platformat e saj ekzistuese përfshin dronin taktik Bayraktar TB2, dronin e lartësive të mëdha Bayraktar Akinci, dronin e aftë për operime nga anijet Bayraktar TB3, si dhe dronin me motor reaktiv Bayraktar Kızılelma. Po mbyllim këtu këtë edicion Lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.